Miqtë Prizmës. Sot, ose dje, mund t'jetë nisur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe Edi Rama, i ftuar në bordin si shtet themelues i bordit paqes organizuar nga presidenti Trump. Sigurisht, bordi i paqes është një iniciativë e presidentit Trump për Gazën. Dhe paqen në botë, po kryesisht është për Gazën. Aty marrin pjesë vendet themeluese në 3 vjeçin e parë, duke mos nxjerrë pare, dollare, euro që kanë qef, por mas 3 vjeçit, nëse duhet vazhdojnë, duhet patjetër nxjerrin për një kohë të caktuar rreth 1 miliard. Gjë e pamundur për ne, por nuk është e rëndësishme shumë për ne kjo nxjerrje e parave, se sa është afirmimi dhe marrja pjesë. Në këtë pikë është shumë e ndarë Evropa ose Bashkimi Evropian me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Megjithëse, në fjalët e fundit presidentit Trump është se nuk do të bëjmë karshillek Kombeve të Bashkuara, pavarësisht se kjo i bën karshillek. Por nuk është qëllimi jonë, dhe njëkohësisht është një iniciativë amerikane që drejtohet nga amerikanët dhe disa shtete që i përkrajnë, sidomos shtetet rajonit atje që janë afër. Praktikisht, Franca me Gjermaninë nuk bën pjesë. Italia, sigurisht mike e madhe e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do shkojmë si vëzhgues, po jo si pjesëmarrës. Dhe një pjesë e madhe e divergjencës midis Evropës edhe Britania jo, dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ose ideve të Trumpit, është tash që përhapet në një farë mënyrë edhe ke vendet e tjera. Dhe sigurisht kemi të bëjmë me 2 vende edhe një komb, siç janë Shqipëria dhe Kosova, të cilët me të vërtet kanë peshë të vogël specifike. Por kjo peshë rrit atë specifiken e saj, kur kemi të bëjmë me 2 shtete dhe një komb shumë pro-amerikan. Si do të luhet kjo lloj politike që në fund pastaj si Kosova edhe ne, në një farë mënyrë mos ndëshkohemi nga politikat evropiane të kohës sotme, në kontradikt të qartë edhe të thellë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe presidentin amerikan. Shpeshherë vendet e vogla e kanë paguar, dhe kjo është një nga betejat që me të vërtetë ata duhet bëjnë, është titull, tribut që jepet kur futen midis ingranazheve të mëdhejve. Në Gjirokastër thonë kur në një rrugë të ngushtë, monopat, grinin atlarët janë kuaj të mëdhej, psojnë gomarët që i shoqërojnë, sepse janë vegjël në anë shnjellëve të tyre. Kështu psojnë vendet e vogla. Dhe një nga provat e mëdha të këtij lloji psimi është pikërisht futja në gjykatën e Hagës të 4 njerëzve kryesorë, sidomos presidentit dhe ish-kryeministit të vendit që është Hashim Thaçi. Është kjo përplasje e madhe midis Shtetit të Bashkuara të Amerikës dhe Evropës që i ka futur brenda ato njerëz. Krahas edhe mosmarrveshjeve brenda për brenda dhe dëshirave shpeshherë të politikës kosovare që t'i ketë në si të pafajshëm në rastin e akuzës konkrete. Të thuash që unë po i fajsoj për korrupsion, ky është muhabet tjetër i brendshëm i Kosovës. Po jo, të thuash që shiko, nuk i dua politikisht edhe i pafsha përjetësisht në Hagë. Kjo është marrëzim sa ne. Por praktikisht nga kjo grindje midis Shtetit të Bashkuara të Amerikës edhe ata janë brenda. Një palë akuzon për shkakun që deshin të shiten, të mbrojnë territoret, harroni jo, futet Thaçi edhe Edi Rama. Ndërkohë, bisedat ishin bërë jo nga Thaçi dhe Rama, po bisedat ishin bërë në nivelet më të larta të Shtetit të Bashkuara të Amerikës, diplomatike dhe shtetërore, tyre edhe në Evropë, që sigurisht në atë kohë ishte Merkeli me Macronin dhe me të tjerë, cilët pastaj kishin problem të madh këtë punë. Dhe normalisht u vendos që ata të futen brenda. Futen brenda sepse sigurisht akuza pastaj ishte nga më absurde, dhe sot e kësaj dite vazhdon ai absurditet i ngritur që nga Ahtisari dhe Milošević dhe Serbia e sotme. Ajo që desha të caktoj është që të fiksoj, është që sigurisht ne jemi një komb pro-amerikan dhe duhet të qëndrojmë komb pro-amerikan, pavarësisht se në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është Trumpi
Bideni, Bushi, Clintoni apo kushdo qoftë. Dhe pse? Sepse në interesin e kombit ton shqiptar, dhe këtu më vjen keq të kundërshtoj shumë rryma ish jugoslaviste specifikisht të shëmtuara në Kosovë, që vazhdojnë me ide të kombit kosovar ose kombit dardan, duke mohuar kombin shqiptar. Nuk ka rryma edhe fryma më të këqija se sa këto, më të degraduese, më të poshtra se sa këto, por duhet i presim në shtetëformimin e Kosovës edhe sidomos post-jugoslavizmin e tyre dhe këto marrëzira. Mirë si kemi duruar post-komunizmin ton të Enver Hoxhës këtu edhe i kemi trashëguar me Sali Berishën e të tjerët në radhë, po duhet durojmë edhe post-jugoslavizmin e post-titizmin e post-jugoslavizmin, kjo është fjala më e duhur në Kosovë, cila ka një idiotizma, jo vetëm agjenturash edhe udhbashash, po edhe nocionesh idiote që duan të godasin në një pikë kombin shqiptar. Dhe kombi shqiptar, duke e lidhur prap me këtë diferencë midis Shqiles edhe Karibës, midis Bashkimit Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, duhet patjetër në pikën kombëtare të përkrahë Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse ata janë të angazhuarit kryesor për kombin. Praktikisht Kosova sot është produkt i Shtetet Bashkuara të Amerikës. Produkti i politikës Bill Clintonit dhe më vonë pastaj edhe George Bushit, me përkrajen edhe të evropianëve, sigurisht, por ja që vjen dita që evropianët pastaj fillojnë e zbythen. Dhe normalisht ka një diferencë të madhe, sepse në çështjet kombëtare jemi shumë pro-amerikan, por në çështjet e integrimit duhet jemi shumë pro-evropian. Pra, në çështjet kombëtare shumë pro-amerikan, në çështjet e integrimit evropian duhet jemi pro-evropian. Këtë lloj politike tash duhet patjetër ta luajmë mirë, të bëjmë serv për të mos djegur sigurisht aspiratat tonë. As aspiratën kombëtare, e cila në politikën e jashtme ka Shtetet Bashkuara të Amerikës, leadership, as aspiratën integruese në Bashkimin Evropian, që për mua është e dyta, nuk mund të jetë e para kurrë. Aspirata kombëtare është e një rëndësie të jashtëzakonshme. Dhe ne patjetër që kemi miq edhe në Bashkimin Evropian për këtë aspirat. Absolutisht po. Po shpeshherë ndodhin këto kontradikta, që mbase ata pastaj i rregullojnë, po e psojmë ne. Vajtja, firmosja e Vjosa Osmanit, fundit është një firmosje, nuk ka firmosur Albin Kurti, ka firmosur Vjosa Osmani, që është një presidente që nuk ka fuqi ekzekutive. Po për Shqipërinë, aty firmos Edi Rama, i cili ka fuqi ekzekutive, është kryeministri i vendit. Fuqi ekzekutive për Kosovën nuk ka Vjosa Osmani, po ka Albin Kurti, ai nuk ka firmosur Vjosa. Ja kanë deleguar, se kanë deleguar, konsiderohet Kosova, por praktikisht Albin Kurti nuk ka firmosur. Dijen edhe arsyet, por mund të merren edhe përmend, por nuk bëhet zë. Një farë mënyrë është një politike duajtur mirë. Për Shqipërinë firmos Edi Rama dhe duhet të ketë krenari që firmos në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në Washington DC. Ne, për çështjet kombëtare, duhet patjetër të jemi gjithmonë me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ndërsa çështjet evropiane presin në krahasim me çështjen kombëtare. Sigurisht jemi evropian, por ne nuk mund ta marrim tash Evropën dhe ta nxjerrin në Afrikë. Ne xha jemi në Evropë. Evropa s'do vetë që ta fusin në Evropë, mbase shpejtohen tash jo çështjet e Ukrainës, por në një moment që këtë japon me firmë, me 1000 firma, rregullohet puna me Ukrainën, edhe herë do fillojë të vënohet puna e integrimit të Ballkanit. Thonë jo, nuk i duam. Ta keni qartë të punë edhe kështu është siç them unë. Megjithatë, ambicia është për të futur në Bashkimin Evropian. Do zoti dhe nuk vjen dita që të gjithë dalin nga Bashkimi Evropian dhe të futen vetëm Ballkani. Do zoti, nuk shkon puna deri këtu. Kurse për çështjet e kombit, për çështjen e Shqipërisë dhe kombit shqiptar, patjetër që ne duhet jemi të vendosur dhe me miq që nuk kanë trahtuar asnjëherë. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë treguar që kauzën e kombit shqiptar nuk e trahtojnë. Ata vënë kushte, sigurisht, por këtë kauzë nuk e trahtojnë as nuk e vonojnë. Atë mund ta vonojnë vetë ne me mosmarrëveshjet tona për pushtet këtu, po jo Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dakord, miqtë e mi. Ne patjetër duhet luajmë mirë politikisht dhe diplomatikisht midis dy fuqive të kohës, duke futur Kosovën
sidomos Kosovën, i cili është shtet akoma në varësi, dy fishe, dhe pastaj Shqipëria është më e sigurt në këto lloj drejtimesh, është antarësuar në NATO, është një kam në Bashkimin Evropian, çdo që të bëjë nuk e kthej dot më mbrapa. Kosova është në nisje të këtyre gjërave, prandaj duhet patjetër një politesë dhe një politikë e tillë. Por vëzhgimin, dhe synimin dhe targetin për kombin, patjetër ta kemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mundësisht duke bërë miq pa u zemëruar me Bashkimin Evropian. Kjo ishte pjesa e parë. Në pjesën e dytë, sigurisht do trajtoja një problem i cili, si t'ju them tash, është patjetër një problem i cili duhet trajtuar edhe filozofikisht pak edhe me humor. Pa dashur në një klub ku po pija kafe dhe po lexoja diçka në rrjete, bile ishte diçka historike që kishte shumë interesante. Shumë interesante. Një libër një 1848-s për historinë e Skënderbeut të botuar në Greqi në asaj kohe. Domethënë, Greqia kishte 18 vjet që ishte formuar si shtet, në 1830. Dhe sigurisht e trajtonin problemin si problem ballkanik, por aty thuhet qartë në botimin grek që është një prijës shqiptar, prijës anti-osman shqiptar, kreçi shqiptar, Epiri i Veriut trajtohet si shqiptar, e tjera, një dokument i shkëlqyer që pastaj u bën këshillek edhe Elena Kocaqiut edhe ku diun ti Marin Memës e kompani. Ka dhe Greqi njerëz që i dinë gjërat shumë mirë dhe i kanë ditur gjithmonë mirë. Nuk është gjithë Greqia ashtu si sot Elena Kocaqi. Nëse po lexoja këtë. Edhe i kisha dy njerëz të moshuar, më të moshuar se sa unë. Diku afër, sado që ti mbyllja vesh, më hynte biseda e tyre në vesh, dëgjoja shumë mirë. Dhe njëri prej tyre shpërthen, dëgjoj. Jo për e sap, thot Edi Ramës, po edhe për sap të Enver Hoxhës, në luftë, përballë tyre, nuk do t'i shkoj më Sali Berishës, thot, sepse unë nuk do jap jetën për familjen e tij dhe interesat e me thënë byllës tij. Ishte rivendikim. Edhe jo Edi Ramën që mi largu, thot, për sigur vim dhe herën veri, unë nuk qohem për Sali Berishën, për hatën e tij. Ky tjetri thot, po mirë më burr, thot, po demokracia. Demokrat kush i thot ky? Demokracia. Po a ka njeri që e ka dhënë demokracinë në Shqipëri më shumë se Sali Berisha, që e ka degraduar, e ka kthyer në paçavure, e ka kthyer në femër problematike që e kanë nxjerrë trotuar, kështu po i thotë. Po ai ka mos ta mërzit tot me gjithë demokracinë e shqiptarëve. Ka njeri që i ka bërë më keq demokracisë në Shqipëri thotë se Sali Berisha. Kjo që mos u lova, ja plasi gazet e më të madhe. E kam shkruajtur edhe bara edhe një si postim për këtë. Nuk tash u detyrova me nxjerr thelbin për me tregu pse pretendon kot edhe ka marrëzinë e tij, demencën e tij dhe çmenurinë e tij Sali Berisha, që në fakt nuk është çmenuri, por është një element i cili do që ta ndihmojë, domethënë politikisht, për të mbrojtur familjen e tij dhe pronën e tij që e quan Partinë Demokratike, pronën e tij, thjesht pronën e tij. Po dhe njerëzit janë të qartë. Ata nuk do të shohen kundër Edi Ramës, bile ky i moshuari, ta nuk shohem as kundër Enver Hoxhës po të vinë. Edhe ky i shkreti ka bërë ja 2 vite burg, edhe 10 vjet internim politik. Që shoku Sali Berishës i thoshte komunist këtij. Ata e kanë futur për agitacion e propagandë në internim, fakt. Shku në internim, dhe pastaj në internim nuk u shoh njerë bërë edhe qa burg. Ti kanë s'ke realizu planin. Jo vetëm ai, po i ati i tij, si familje. Tash ka bërë, nuk e di, 15 vjet burg e internim. Tash kur ky thot nuk çohem as kundër Enver Hoxhës, po të më thrasë Sali Berisha, imagjinoni se sa të qartë janë njerëzit për një njeri si puna e tij. Nuk është e qartë ajo pjesë e militantizmit edhe këtyre përfituesve, berishkëve, edhe mund t'i shkojnë mrapa, po pjesa tjetër e popullsisë janë krejtësisht qartë, nuk kanë për t'i shkuar mbrapa kurrë Sali Berishës, sepse e din
që ai nuk ka punë me demokracinë, nuk ka punë me lirinë. Ka punë vetëm me lirinë e vetë, fëmijët e lirisë, fëmijët e vetë që i ka me lirinë, e ti, slobodangët, du të thonë disa, dhe vetëm për interesat e partisë ti që e ka pronë të tijen. S'ka punë me demokracinë dhe s'ka punë me lirinë e shqiptarëve. Ai nuk mendon për bythën e shqiptarëve, mendon vetëm për bythën e vetë. Dhe ky është momenti i cili pastaj bëhet i qartë për shumë e shumë shqiptarë, dhe që pastaj sigurisht Sali Berisha është i qartë dhe ai që kështu është, dhe do që djegi Shqipërinë. Normalisht përdor atë pjesë që i shkon mrapa për ta djegur Shqipërinë, jo rregulluar atë, djegur. Dakor, miqtë e mi, ja kjo ishte biseda. Thjesht desha të tregoja se sa të qartë janë njerëzit. Dhe kur këto janë kaq të qartë, ta dini që është një pjesë e madhe e shoqërisë që është qartësuar për sa i përket Sali Berishës. Dhe sado që ta teprojnë pushtetet, shkojnë deri ke Enver Hoxha, ata nuk bashkohen më me Sali Berishën, se e dinë që është një nga njerëzit më të këqij, më aprofitator, më vrastar që ka prodhuar kombi shqiptar. Dakor, miqtë e mi?